Shqipëria qëndron e gatshme të japë kontributin e saj për forcimin e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, ndërsa Kosova është gjithnjë e më kontribuese në dialog e bashkëjetesë në Ballkanin Perëndimor, ka thënë presidenti shqiptar Beram Begaj në sesionin e 80 të Këshillit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York. Ai bëri thirrje për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe mbështetjen e saj për anëtarësimin në OKB dhe organizata të tjera ndërkombëtare. 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ka treguar me vepra se është një anëtare e përgjithshme e komunitetit ndërkombëtar, e përkushtuar ndaj paqes, stabilitetit dhe vlerave demokratike, me institucione të forta dhe popullsi vitale. Kontributi i saj në bashkëpunimin rajonal dhe më gjerë është i pamohueshëm. Megjithatë, vendi i Kosovës në këtë asamble mbetet padrejtësisht bosh. Njohja e pavarësisë së Kosovës, mbështetja për anëtarësimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare është një akt drejtësie ndaj popullit të Kosovës. Është një hap që forcon edhe më shumë paqen dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe një kontribut në stabilitetin e Europës. Presidenti i Shqipërisë Beram Begaj i bëri thirrje Serbisë që të respektojnë të drejtat dhe liritë e shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Shqipëria kërkon që të drejtat dhe liritë e shqiptarëve të Luginës së Preshevës të respektohen, që shqiptarët atje të mos diskriminohen, por të integrohen, që gjuha shqipe të përdoret, kultura, vlera, identiteti dhe traditat e tyre të mbrohen dhe të promovohen. Në fjalën e tij, presidenti i Shqipërisë Begaj theksoi se po ashtu se tani është momenti kur duhet të ripërtrihet përkushtimi për të siguruar që OKB-ja të vazhdojë të shërbejë si themeli i paqes, drejtësisë dhe solidaritetit për brezat që do të vinë.